Geraldina, së pari më lejoni të informoj për një bisedë që u zhvillua me delegacionin e Parlamentit Europian që erdhi në Shqipëri. Në atë bisedë pati një përfaqësues të mashtruar, i cili deklaroi se pasi kritikoi Ramën, tha se opozita ka probleme me integrimin. Kryetari i këtij delegacioni i kthei përgjigjen e merituar. I tha se Partia Demokratike dhe Sali Berisha janë partner tanë të besueshëm në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra, unë thash një bisedë, por të garantoj se kredencialet e Partisë Demokratike janë sot më të certifikuara se kur. Geraldina, mos harro një gjë, të lutem, edhe gjej dhe lexoj. Janë 7 rezoluta ndërkombëtare të gjitha forcave politike përfshi Bashkimin Kristian-Demokrat të Gjermanisë së kancelarit Merz, Partinë Republikane Shteteve të Bashkuara dhe të gjitha partitë në Europë, në Azi, në Amerikë, të cilët mbështesin plotësisht Partinë Demokratike dhe Sali Berishën. Janë, pra, nuk duhet të bien viktim e propagandës të altoparlantëve papagajve të paguar të Edi Rams dhe lobistëve të tij të korruptuar. Jeni e sigurt se sot Partia Demokratike është më besueshme se kur për komunitetin ndërkombëtar në kuptimin, nuk them për socialistët ndërkombëtar, por për qendrën e djathtë e cila sot qeveris botën. Okej, ndërkohë kemi edhe një denoncim për Dionis Gremin, invalid me prapambetje të rëndë mendore, i cili është arrestuar në qendër, jo në protest. Familjarët janë shumë të shqetësuar. Edhe denoncimi është këtu. Akt kriminal ndaj Denisit. Një akt kanë vepruar të njëjtën gjë, kanë bërë në protestën e kaluar ndaj një tjetri, kurse ndaj Denisit edhe kanë keqtrajtuar kafshërisht. Ne do të hapim proces penal ndaj atyre të cilët kanë keqtrajtuar si kafsh Denisin. Desada Xhetani, doktor, si të duk sjellja e Ramës në Washington? Më la një shije shumë të hidhur me inferioritetin që tregojnë ndaj vendeve të tjera. Desada, edhe dje me pyetën mua për këtë, po unë u shpreha që kam atë mendim që kanë shqiptarë që e panë vetat konferencë. Një gjë mund të them, se ai nuk e thot dhe e fsheh, por jo një, po disa takime i janë refuzuar. Kaq mund të informoj shqiptarët. I janë refuzuar. Pra, nuk është se nuk kërkoj takime, sepse ajo ishte konferenca, sigurisht Shqipëria do përfaqësohej në bord, po takimet e kërkuara nga Ramaduro
u refuzuar nga zyrtar shumë të lartë të Shteteve të Bashkuara. Dhe unë i falënderoj ata për qëndrimin e tyre. Shoqëri Myrtollari, doktor përshëndetje, është vënë re një rritje e dukshme e dhunës së policisë në protesta, si edhe një retorike pa përmbajtur nga ana e pushtetit. Ndërkohë, ndërkombëtarët duken se po e trajtojnë situatën si një protestë normale, ndryshe nga më parë kur reagimet e tyre ishin më të forta, sidomos kundër dhunës ndaj opozitës, shpesh edhe nga diplomat në Tiranë. Si e shpjegoni këtë ndryshim të qasjes së ndërkombëtarëve dhe këtë irritim të shtuar të qeverisë? Pyetje shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Miqtë e Shqipërisë, partnerët tanë, panë tek Edi Rama atë që se kanë parë kurrë pas luftës dytë botërore në Europë. Edhe pas rënjes perdes hekur. Një njeri që nga mëngjesi darkë zotohej për Shqipërinë në BE në vitin 27, për Shqipërinë në BE në vitin 30, një njeri që sulmonte Shtetet e Bashkuara se hedhin bomba dhe ikin, hedhin bomba këtu dhe ikin, hedhin bomba aty dhe ikin, dhe Europa është paqja, është kultura e paqes, është kjo dhe ajo. Këta paprit mas pan se maskara. Ra maska dhe doli fytyre një hajduti që se kishin parë kur në njëherë. Europa kishte parë hajdut sigurisht, por hajdut të cilët kishin pranuar ligjin, ishin nënshtruar ligjit dhe drejtësisë. Edi Rama është hajdut i parë. Historinë e Europës pas luftës dhe pas rënjes perdes hekut për pjesën tjetër të Europës, që jo vetëm nuk shkarkon Lubi Ballukun pa ka 3 muaj që e mbron, dhe pasi dështoj me grushën e shtetit, tani ai po bën ligjin buroj. Sigurisht që këtë asnjë vend partner, asnjë vend i Bashkimit Evropian, asnjë vend i lirë, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asnjë vend i lirë, nuk mund ta pranojë, nuk mund ta kapërdi, nuk mund ta imagjinoj. Ne kemi parë gjatë këtyre viteve se si Luani Apenineve, Silvio Berlusconi, italiani më i madh, i ndjekur nga drejtësi politike, nuk refuzoi kurrë urdhrin e gjykatësit dhe të prokurorit. Ne pam se si presidenti Donald Trump, i gjetur para prokurorëve politik, nuk refuzoi kurrë urdhat e tyre. Ky është unik. Edi Rama është unik. Dhe natyrisht komuniteti ndërkombëtar tani pret nga shqiptarët. Nuk mundet, duhet ta kemi të qartë, asnjë qeveri dhe asnjë vend nuk mund të përzoj kryeministër Shqipërisë me forcat e tij, me forcat e vet, me forcat e tyre. U përket shqiptarëve. Dhe kjo është shkaku i mbështetjes tyre për opozitën, për veprimet e opozitës shqiptare dhe opozitën shqiptare. Unë ja u thash, i kam ndjekur, nuk kam pa kurrë emisione
3 herë më të gjata se të televizionet kontrolluar nga Edi Rama shqiptare, për protestat dhe komentatorët më seriozë, duke i bërë vlerësimin maksimal këtyre protestave. Po mbrojmë nderin dhe dinjitetin e këtij vendi me këto proteste, me këto kryengritje. Ndaj dhe nuk ka diskutim se miqtë tanë, njerëz të lirë, mbështesin fuqishëm kryengritjen tonë dhe presin nga ne ta hedhim në lan këte kryetar, këte kapot organizatës më të rrezikshme kriminale në Europë, që është sot qeveria shqiptare, e cila bën ligjin mburoj për të vjedhur qytetarët e saj, bën ligjin për të shtruar vjedhjen në ligj, bën ligjin për të dekriminalizuar vjedhjen e qeveritarëve, vjedhjen e qytetarëve nga qeveritarët. Pra jemi në situatën më të jashtëzakonshme dhe unë kam besim, prandaj ne me këtë mesazh duhet ulemi të bisedojmë me çdo shqiptar, t'ja shkurtojmë ditët 1 minutë më parë Edi Ramës. Renis Haçkaj, a e lejon ligji që persona me kapuç në kokë, komplet të pa identifikueshëm, të bëjnë ndalimet qytetarëve pa shkak, pa asnjë shpjegim? A mund të hetoj kuvendi rritjen e këtyre kapuçonëve në protestat e opozitës?